Kujt prej jush i ka ndodhur një rast i tillë? Dëgjoni me kujdes, mashkull apo femër qofshi, dëgjojeni deri në fund sepse është vërtet kurioze. Ju ka rënë rasti ndonjëherë të njihni dikë, e njihni por nuk keni folur kurrë me të. Dhe ju pëlqen ky njeri dhe pasi të jeni takuar ndryshon mendimi për të. Sa herë ju ka rënë rasti? Dëgjojeni me vëmendje sepse është një studim i kryer i bërë për këtë fakt. Atëre, kam një shokun tim që i ka ndodhur një rast i freskët tani, njihte një grua. Ky nuk është i martuar dhe njihte një grua, ka kohë që njihte këtë grua sepse bëjnë të njëjtën rrugë. Nuk ishte takuar kurrë me të, vetëm ndonjëherë mëngjes, mirëmbrëma etj. Dhe u takuan. Pasi u takuan tha, "Ç'a ishte kjo më tha?" Pa e tha nuk dinte të lidhte dy fjalë. E njëjta gjë, një shoqja jon. Është një shoqja jon që kërkon, thoshte gjithmonë, erdhi ky, sepse i pëlqen njëri. Është si ato vedovat, që themi kështu, sepse ka qenë e martuar, po nuk i pëlqen askush, sepse asnjë nuk është e bindur për këdo. Dhe takoi këtë zotërin, sa po e takoi, kur më tha, me një fjalë, e ndryshoi totalisht mendimin për të dhe nuk do që as ta përshëndes më. Dhe doja t'ju pyesja juve, a ju ka rënë rasti juve dhe doni të dini se përse ndodh një gjë e tillë? E thjesht, është bërë një studim dhe do t'ju them se përse. Bëhet fjalë. Atëre, njeriu që shihni, thash, mund t'ju pëlqej fizikisht ose mund t'ju pëlqej edhe kështu thjesht si njeri. Nëse është mashkull apo nëse është femër, pak rëndësi ka. Në momentin që ju uleni me të dhe filloni bisedën, që në momentin e parë do kuptoni diferencën mes teje dhe atij. Dhe kush është diferenca? Intelekti. Asgjë tjetër. Inteligjenca që ka ai njeri. Një kjo, sepse ka 3 pika të rëndësishme. Pra, në qoftë se inteligjenca që ka ai njeri që ka atje përballë nuk është e njëjtë me tënden, ti e humbe atë njeri, sepse në qoftë se nuk je në nivelin e tij, nuk do ta shohësh më. E njëjta gjë edhe për ty. Në qoftë se nuk është ashtu siç mendon ti, pra nuk ka inteligjencën tënde, ti do e harrosh atë njeri dhe nuk do ta dëgjosh kurrë. Pse kjo? Sepse ka të bëjë me nivelin intelektiv të secilit. Pra, në qoftë se ti nuk ke, në qoftë se dy njerëz nuk kanë të njëjtën frekuencë, të njëjtën nivel të intelektit, ata nuk do puqen kurrë. Dhe ky është fakti një. Fakti tjetër ka të bëjë vibrimi, frekuenca. Në qoftë se nuk gjendeni në të njëjtën frekuencë, harrojeni. Dhe tjetra e fundit, në qoftë se nuk përputhen karakteret, kurrë më nuk mund ta shihni njëri tjetrin.